Në zemër të qashisë së Shkupit, në mes zhurmës, tingujve dhe ritmit të jetës, ndalet një piktor dhe krijon art në qiell të hapur, e kthen rrugën në galeri. Në qiell të hapur çdo herë piktorët në famë botërore, domethënë, kanë punuar pikturat më të mira, më të suksesshme që kanë, domethënë, historia e artit që nje. Prej viteve 80 që jam në Qarshi, e deri më sot kam arritur të pikturoj të gjithë pjesët e Qarshisë. Domethënë të bëj një krahasim prej viteve 80 dhe sot. Interesi i turistëve është mjaft. Po jo vetëm unë të pikturoj, po me pas edhe tjerë, edhe ma mirë kishë qenë. Nuk ka turist që nuk e merr një punim ose dy punime me xhami ose kalaj. Pjesa më mbreslënse që mua më prek, do thot, është xhamia e Murat Pashës, e cila është bashkë në qendër në zemër të Qarshisë. Çdo herë këto pjesë e Qarshisë kanë qenë motivim i shkrimtarëve, i artistëve të ndryshëm. Çdo herë janë dalë për ta pirë një kafe, ose kanë shkruajtur ndonjë roman, ose kanë vizatuar diçka. Nëse jeton në Shkup, mos më dalë në Qarshi, çdo ditë ajo është humbje. Shife, këtë Qarshinë e Shkupit nuk e ka kërkush në Ballkan. Kjo është njësoj të motivon si me qenë në Montmartre. Por motivimi që të vi deri këtu, do thotë është ruajtja e formave arkitektonike të Qarshisë.